Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Zona Tech, hapësira ku mund të flasim për zhvillimet më të fundit të botës së teknologjisë. Jemi sërish së bashku për të sjellë për ju rubrikat tona të përjavshme, siç janë lajmet e javës, të ftuar shumë special, pak histori, personazhe të njohur si dhe disa kuriozitete teknologjike. Pa humbur kohë, le të fillojmë me lajmet e javës. Çfarë ka ndodhur këtë javë në botën e teknologjisë? FBI heton malware brenda lojrave të Steam. Agjentët amerikanë të FBI-s po kërkojnë viktima të mundshme pasi disa videolojra në platformën Steam rezultojnë se ishin të infektuara me malware të fshehur nga një grup hakerësh. Lojrat e dyshuara përfshin tituj si Blockbusters, Pirate Fi, Lunara dhe të tjerë. Dhe autoritetet po paralajmërojnë përdoruesit që të jenë më të kujdesshëm në skedaret e shkarkuar. Kompania e Jack Dorsey do të shkurtos 4.000 vende pune për shkak të inteligjencës artificiale. Jack Dorsey dhe kompania e tij Block kanë njoftuar se do të ulin rreth 4.000 punonjës për të ristrukturuar organizatën rreth inteligjencës artificiale, duke theksuar se mjetet e AI mund të zvendësojnë shumë funksione të punës tradicionale. Një lajm tjetër është se inteligjenca artificiale e Google po i referon përdoruesit kryesisht drejt vetes. Mjetet e kërkimit me AI të Google po favorizojnë referimet ndaj shërbimeve të veta si YouTube apo Google Search mbi faqet e palëve të treta. Kjo ka ngjallur kritika se sistemi po preferon ekosistemet e brendshme sesa burimet e jashtme. India forcon rregullat për përdorimin e inteligjencës artificiale në rrjetet sociale. Qeveria indiane ka prezantuar masa të reja për të kontrolluar përdorimin e inteligjencës artificiale në platformat sociale, me synimin që të sigurojë një internet më të sigurt dhe më të besueshëm, sidomos për grupet e cënueshme siç janë gratë dhe fëmijët. Fokus tek zhvilluesit indie në ngjarjen GTC 2026. Në Game Developers Conference në 2026, programi ID at Xbox është në qendër të vëmendjes duke theksuar rëndësinë e zhvilluesve të pavarur dhe duke prezantuar projekte novatore në botën e lojrave. Është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi në studio me të ftuar shumë special. Na ndiqni. Miq, jemi rikthyer përsëri në studio këtu tek Zona Tech dhe sot do të flasim për dy projekte shumë interesante të realizuara nga nxënësit e Kolegjit Preka në Korçë. Do të flasim për një pajisje që mban objekte pezull në ajër me anën e valve zanore dhe të sensorëve ultrasonik dhe nga ana tjetër për një platformë që na ndihmon në mësimin e gjuhës shqipe me anën e inteligjencës artificiale. Përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht na prezantoni pak grupin tuaj. Përshëndetje atëre, unë jam Arbri, kemi Johanën, Enzon dhe Bergin. Kemi dhe një mungesë Frenkun, i cili nuk mund të ishte sot me ne, por e përshëndesim. Përshëndesim ata patjetër. Atëre projekti ton është një acoustic levitator, siç mund ta themi në anglisht, dhe siç e thatë dhe ju, është një pajisje e cila mban objekte pezull në ajër me anë të valve të zërit. Menduam ta zgjidhnim si temën e projektit ton, sepse nuk është shumë e implementuar në treg dhe menduam se ishte diçka e veçantë, si për të ndërtuar ashtu dhe për të. Si lindi ideja, si keni dëgjuar për herë të parë për ngritjen e objekteve me anën e zërit? Ne gjetëm një model online, ishte shumë i vogël kur e gjetëm ne, vetëm me 2 sensor, e menduam që të bëjmë diçka më të fortë edhe më të bukur, mund të thuash. Po, ne në fakt konkretisht edhe mund ta shohim sepse ju e keni në tavolinë projektin tuaj që keni realizuar dhe vërtet duket diçka shumë e veçantë, shumë tela për ata që nuk që ndoshta nuk kuptojmë shumë, nuk po. Çfarë është shumë, por si do t'ja shpjegoni të dikujt që nuk merret me teknologji se si funksionon pajisja juaj? Po, patjetër. Tani le ta mendojmë kështu. Kemi një pajisje ku dhe sipër dhe poshtë kemi disa mikrofona të cilat prodhojnë valë ultrasonike. Ato e godasin trupin e vogël, që në rastin tonë është një bukpeshku. Ajo godet në të gjitha pikat e saj dhe e mban atë pezull në ajër. Po. Kush ju ka mbështetur ju më tepër gjatë këtij projekti? Neve na ka mbështetur shumë shkolla, gjithashtu dhe mësueset tona që ishin mbi ne që po na shikonin projektin ton, profesori Ansolla Jorgji dhe profesori Ida Boda. Sa kohë ju mori fillimi i pajisjes nga fillimi deri në fund ndërtimi i tij, sepse duket që ka marrë shumë kohë në pamjen të parë. Projekti na mori rreth 1 muaj e gjysmë, ndoshta edhe 2 muaj. Ishte pak e vështirë sa të mësoheshim me
të orientohesha me pjesët, por në fund ja morëm dorën. Cilat ishin materialet ose mjetet që ju keni përdorur për ta realizuar këtë projekt? Këto janë pjesë shumicat elementare, por duhej goxha punë për ta bërë. Ne kemi përdorur një mikroprocesor i cili në rastin tonë është një Arduino. Gjithashtu edhe një board i cili është i bërë për motorat vegjël që lëvizin, por mundet të përdoret me frekuencën 40 kHz për mikrofonat që kemi ne. Gjithashtu kemi një ekran i cili nxjerr informacionin që merr nga projekti, siç kemi një sensor humiditeti dhe temperature. Gjithashtu kemi edhe një sensor voltazhi i cili është këtu, që ndryshon voltazhin nga 19 volt në 12 volt që nevojtë për projektin. Birgit, çfarë funksioni kanë këto pjesët që ti përmende për ata që ndoshta nuk janë shumë të mirë në teknologji, për shembull Arduinoja ose motori, sensorët? Tani Arduino mund ta mendosh si trurjen e projektit. Ai merr informacion nga 3 pjesë të tjera të projektit dhe i përpunon. I jep informacion, i jep një sinjal këtij bordit të vogël për motora, që të thotë sensorëve ju do lëvizni në 40.000 herë në sekond. Po. Edhe këto valë që krijon sensori përplasen me objektin dhe objekti ripezu në ajër. Cila ishte puna më e vështirë që keni hasur ndaj ndërtimit të këtij projekti, sepse padyshim që ka pasur edhe vështirësi dhe si i keni zgjidhur ato? Po, vështirësitë ishin nga më të shumtat. Pjesa e parë ishte sepse pjesët që ne blejmë nuk mund të thjesht i merrnim dhe thjesht i bashkonim bashkë dhe të punonin. Ne duhet të ishnim se cilën me vete, duhet të ndanim, çfarë ishte njëra, çfarë ishte tjetra dhe duhet të gjenim këndet saktë se si duhet t'i vendosnim. Por problemet ishin të shumta. Të shumta për të zgjidhshme, duk në Dhe fund. mendoj se ju ka marrë shumë kohë kur nuk funksionoi ashtu siç e prisnit apo jo? Po, na ka marrë shumë kohë. Për shumë momente menduam se ndoshta nuk doja dilim, por u munduam me forcë dhe ja dolëm në fund. Ja dolët. Fatmirësisht. Si u realizuan ndarja e punëve mes anëtarëve të grupit? Ndarja e punëve ishte e thjeshtë, secili shkoi sipas prioriteteve të veta, Po. por bashkëpunimi ishte gjithmonë i mirë sepse jemi shokë e njëri tjetrin. E Më kishit shumë ju jemi argëtuar. Po, e kishit ju atë harmoni në grup që ta realizoni bukur atë dhe me shoqëri, me kënaqësi. Sepse dhe shpesh herë kur punoj në grup lindi dhe ato konfliktet e vogla që jo pse ti e bën kështu pse A i patët ju këto konflikte të vogla gjatë punës në grupin tuaj? Unë në fakt në fillim kur filluam punë mendova se do kishim shumë mos kuptoheshim me njëri tjetrin, por nuk ndodhi kështu. Secili pas idesë të tij, pas mendimeve të tij. Ishte puna shumë e organizuar, shumë e qartë, asnjë problem deri diku dhe patjetër shumë e kënaqshme. Çfarë objektesh arritët të mbanin të pezun me pajisjen tuaj? Tani, ky projekti ton mundet të mbajë objekte me mase të ndryshme, por ky është një prototip i vogël. Po. Edhe ne kemi përpjekur të mbajmë buk peshku të masave të ndryshme. Kur e nisëm projektin e provojmë me masa më të vogla, sepse kishim vetëm 2 sensor. Tani që kemi 18 sensor, 9 në secilin anë, mund të mbaj diku tek 3 ose 4 topka të vogla buk peshku. Ju e thatë që gjatë punës tuaj kishte shumë probleme gabimesh ose problematikash që duhet të arrini që t'i zgjidhni në fund. Si u ndjet kur e pat pajisjen tuaj që të funksiononte për herë të parë? Kur e pam pajisjen për herë të parë të punonte, ishte një moment, domethënë, fantastik se I papërshkrueshëm. Po, vërtet se ishte 2 ditë para prezantimit. Edhe kishim me shumë frikë ato na punonte se nuk deri në këtë pikë nuk ishim patur ka punuar. Absolutisht asgjë deri në pikën e fundit fare se me këtë lloj projekti me val zeri nuk e se dallosh kur ose punon ose nuk punon. Po. Ndaj ishte vërtet. Edhe ne kemi punuar goxha fort, ti që të gjithë që jemi këtu për këtë projekt edhe më kujtohet momenti i parë i kam marrë tërë me video, se isha vetëm unë. Po e bënim tek shtëpia time, kam marrë grupin me video që ishin në WhatsApp, që po ja u tregoja, po më driteshin duart po punonte. Mua më linda automatikisht një pyetje, nëse pajisja nuk do të kishte funksionuar 2 ditë para siç e theti, çfarë do kishit bërë për ta prezantuar? Ne për ta prezantuar do kishim si prototip. E kishim menduar sepse kishim vërtet shumë frikë nëse s'do na punonte apo jo. Do ta sillnim. Ju ishit përgatitur për më të keqen. Po, jeta jo. Atë moment. Ne do ta sillim projektin kështu ashtu siç ishte, edhe do theshim që e kishim si maketë. Po. Prototip që nuk punon. Nuk funksionon, por është aty. Prototipi i cili punonte, por
Ky mall do të ishte akoma më mirë. Po. Çfarë mendoni të miqtë dhe familja tuaj kur ju i treguat për projektin? Ishte patjetër ndjenjë shumë e mirë për ata. U gëzuan patjetër siç u gëzuan dhe ne. Megjithëse nuk ishin shumë të familiarizuar me gjithë idenë e projektit, duke qenë se është pak e vështirë për ta konceptuar, po patjetër që të gjithë ishin të gëzuar, na lavdëruan, ne u gëzuam. Në të vërtetë është një projekt shumë inovativ që nuk është se është dëgjuar më përpara. Dhe besoj kjo ju ka shtuar dhe shumë pikë gjatë festivalit, duke qenë se është një ide e re që nuk është se e kanë bërë të tjerët më përpara, nuk është se njihet shumë nga masat e gjera. Besoj se kjo ju ka ndihmuar, po. Dhe ku mendoni, pra ju keni ndërtuar këtë projektin dhe ku mendoni se mund të përdoret kjo teknologji në jetën e përditshme? Pra cili është funksioni i vërtetë i këtij projekti që keni krijuar? Po, tani duhet ta shpjegojmë pak përdorimet sepse për gjithë personat që shikojnë do mendojnë ku do të përdoret kjo. Tani ne dimë se për të ndërtuar gjëra shumë të vogla shumë e vështirë. Dhe me anë të duarve nuk mund të bëhet. Pra ne mund të kemi për të ndërtuar mikrochipa, orëra të vogla dhe gjëra të tjera. Dhe me anë të valëve ti mund ta lëvizësh objektin tënd dhe më pas thjesht të mbyllësh valët dhe ajo do të ndërtohet vetë. Do të ndërtohet. Do të vendoset në vendin ku duhet. Po, e kuptoj. Kjo është njëri nga përdorimet, ka shumë përdorime të ndryshme. Ju çfarë do të dëshironit të ndryshonit në projektin tuaj apo të përmirësonit diçka, sepse normalisht çdo punë ka nevojë dhe për përmirësimet e veta. Unë mendoj se një përmirësim shumë i madh që duhet bërë është pëme estetike. Se nuk është vërtet gjë më e bukur. Tani duket shumë në mënyrë industriale, mund të themi, ka shumë kablo, shumë tela që lëvizin në ajër, shumë gjëra ndryshme. Po mendoj se për syrin e pa trajnuar, se ne jemi mësuar e kemi parë dhe që kemi punuar, po për syrin e pa trajnuar që shikojmë për herë të parë do duket diçka si e shpifur, mund të themi, rëmuj fiks, rëmuj. Po, dhe ne me Elenën që e pam pak, menduam çfarë janë tërë këto tela që janë atje. Por që bravo ju qoftë për punën që keni krijuar, sepse është për t'u vlerësuar absolutisht. Cila ka qenë pjesa më e bukur gjatë gjithë procesit që ju ndërmorët, që ju bët për realizimin e projektit? Këtë në fakt dua ta dëgjoj nga të gjithë sepse mund të jetë pak më subjektive, më personale për të gjithë pjesa më e bukur që do ju mbetet më tepër në memoria. Unë nga gjithë kohën që kemi përdorur ne për të ndërtuar projektin, nuk do doja të hiqja asgjë. Ishin të gjitha momente shumë të bukura, kemi kaluar shumë mirë bashkë, bashkëpunimi, ndërtimi, të gjitha, nuk kam çfarë të them, ishte gjë shumë e bukur. Ndoshta një pjesë e veçantë për mua do ishte që arritëm të njohim edhe anën shakatore të mësuesve, njohim njëri tjetrin pak më mirë. Ishte një eksperiencë e veçantë. Po tani çdo moment ishte shumë i bukur. Unë do ta mbaj mend gjatë gjithë jetës këtë kohë që kalova me miqtë e mi. Por momente do mbaj mend gjithmonë momentet që kaluam bashkë, por dhe momenti kur ajo punoi për herë të parë. Ishte shumë e bukur. Ka dikush ishte një emocion shumë i madh. Kur ju punoi pajisja do ta mbani në mend apo jo? Unë mendoj se pjesa më e bukur e projektit ishte vetëm koha që kaluam bashkë. Do të thënë ishim 5 veta në laboratori fizikës, po thjesht po punonin për projektin edhe ishte vërtet diçka shumë e bukur. Mund të na vihet na shikoje, ishim atje me kokat ulur duke bërë budalla që mund të ndryshme që të punon të projekti. Po unë mendoj se si tha edhe Enza, gjë që nuk do harroj asnjëherë, mund të harroj çdo gjë për projektin, po kur punove për herë të parë nuk harroj dot. Po besoj se diçka shumë e bukur për ju ka qenë edhe momenti kur ju morët lajme se u kualifikuat për fazat e tjera. Po, neve fazën e parë siç bëhet në shkollë me mësues të shkollës, mendoj se vërtet na i pëlqen idenë. Po. Ishte diçka se është diçka e paparë. Diçka e re. Po, mund ta shikosh në ne shikon edhe objektin që i pezull në ajër pa asnjë ndihmë, edhe është diçka që ta kap syri bukur. Po. Çfarë kësille do t'ju jepnit pra bashkëmoshatarëve tuajve apo nxënësve të tjerë nëse duan të krijojnë diçka të ngjashme? Asgjë nuk është e pamundur, asgjë nuk është e vështirë. Thjesht duhet të provoni dhe më besoni që koha që do të kaloni bashkë është koha më e bukur që do të kaloni ndonjëherë. Është vërtet për të vlerësuar. A keni patur eksperienca të tjera të mëparshme me kodimin, me programimin, me inteligjencën, me informatikën? Po. Atëherë unë kam shumë kohë që merrem me informatikën, por unë sidomos edhe unë dhe Enzo kemi qenë që në klasën e 9 bashkë që marrim pjesë në projekte të ndryshme siç ka qenë ICT-ja,
që bëhet çdo vit. Ne mund të ndojmë një projekt, por gjithashtu besoj se edhe Arbi dhe Johana kanë marrë shumë eksperjenca të ndryshme nga ky projekt, në kodim, në ndërtim hardware etj. Po. Ju keni krijuar një projekt tjetër që është inteligjenca artificiale për gjuhën shqipe. Mund të na tregoni pak çfarë është AI Albania me fjalim të thjeshta për të gjithë ne që mund të nuk e njohim se çfarë është ky projekt. Që ta kuptojmë më mirë se çfarë është Po. kjo se çfarë ju keni realizuar. Atëherë, AI Albania është një faqe. Është një faqe në web e cila është e ndërtuar vetëm për një arsye, për gjuhën shqipe. Neve duam të mbrojmë gjuhën shqipe sepse kemi gjuhën e nanës, siç thon në gjuhën popullore. Por ajo faqe është ndërtuar që ta mësojnë sa më shumë veta gjuhën tonë. Është e integruar me inteligjencën artificiale, me rregulla të ndryshme, ose për turistë gjithashtu. Kemi një chatbot tek faqja tonë që mund të flasësh ti e thot vende të ndryshme ku të vizitosh në Shqipëri, për shembull, ka shumë vende ndryshme, nuk kam vjen në mendje tani. Po gjithashtu ka për shembull, ke dhe legjenda shqiptare, Gjegje Lezalia etj. Gjithashtu ke rregulla gramatikore për shqipen, siç është edhe toskërisht edhe gegerisht, janë të dyja dialektet. Po si u lindi ideja për këtë projekt? Tani ideja se kemi parë shumë projekte të ndryshme që janë me gjuhën shqipe, nuk ishte diçka kryesore që mund ta i ka të gjitha brenda një projekti të mbyllur. Edhe neve dëshim sa më shumë informacione nga jashtë e ti përmblidhnim se kemi parë nuk ka shumë informacione të ndryshme për ta mësuar gjuhën shqipe, thjesht dëshim të bëjmë një projekt të tërë ku mund të gjejë të gjitha. Po dhe për të mësuar gjuhën shqipe nuk ka shumë platforma ose aplikacione, sepse ka aplikacione që mund të mësosh për shembull gjuhë të ndryshme, anglishten, spanjishten, italishten. Por për gjuhën shqipe nuk ka shumë dhe janë pak të censuruara, domethënë, dhe është një diçka shumë pozitive për ne. Po gjatë këtij projekti kush ju ka mbështetur më shumë? Mendoj se shumicën e punës e kemi bërë vetë, por gjithashtu nuk mundet të themi që kemi patur administratorin që i kishim nga Tirana, sepse ky ishte projekt që me qendër në Tiranë, po na flisnin thënë në asnjë mënyrë nuk na kanë ndihmuar. E kemi bërë shumë punë vet, po edhe na kanë ndihmuar shumë ata nga Tirana, na kanë dhënë informacione ku të bazohemi në fillim, si ta ndërtojmë projektin, edhe shumë informacione tjera. Ju mori shumë kohë ndërtimi i kësaj platforme? Tani, faqet web janë pak më ndryshe software është pak më ndryshe në ndërtim nga hardware-i, po bazikat janë gati njësoj. Ti duhet merresh të nisësh pak nga pak ta ndërtosh të gjithën. Bën në fillim funksionet e para, pastaj mund të rregullosh pak pamjen e faqes etj, po besoj se nuk na u desh aq shumë kohë sa u desh për të projekt, diku tek 2 javë gjysmë për ta ndërtuar atë. Por konkretisht, çfarë mund të bëjë dikush me platformën tuaj? Po patjetër. Ka plot nxënës të cilët e ndjejnë të lodhshme që të hapin libra dhe të fillojnë të mësojnë. Dhe çfarë do jetë gjë më e bukur sa ta mësosh një gjuhë që është e vështirë, si gjuha shqipe, me anë të argëtimit. Pra duke parë video, duke luajtur lojra, duke bërë gjëra të ndryshme. Dhe do mësosh një gjuhë të pastër, sepse ne kemi të dyja dialekte, dhe dialektin tos dhe dialektin geg. Po, dhe bravo që i keni përfshirë që të dyja dhe nuk keni ngelur vetëm tek gjuha letrare. Po, se tregojnë atë pasurinë kulturore që ka. Ju e përmendët pak që keni dhe një chatbot. Mund të na tregoni pak më shumë si funksionon ky chatbot? Çfarë mund t'i pyesim ne chatbotit? Po, atëherë chatboti, më saktë janë 2 chatbota, nuk është vetëm një. Chatboti i parë ka emrin Vlera. Vlera është kjo që u thash më parë, është për turistët që të gjejnë vende të ndryshme për të vizituar në Shqipëri. Siç u thash më parë, nuk kam në mendje tani, po ka shumë informacione ndryshme, është i trajnuar mbi shumë faqe të ndryshme që i tregojnë me pak, me tekst të vogël, edhe ti thjesht mund t'i pyesësh në mënyrë interaktive, për shembull, ku të shkoj unë sapo erdha në Shqipëri, ku mund të shkoj? Po. Gjithashtu është edhe një chatbot tjetër, nuk i kemi vënë emër, por është që ti mund të praktikosh gjuhën shqipe me të folur. Ose me zë ose me shkrim. Edhe kur shkruan ti diçka, nëse ke për shembull një problem gramatik, të thotë, ke një problem këtu, nëse shkruan një fjalë gabim, nëse haron një 2 pikë, një ç, një ë, pavarësisht. Por për sa i përket lojrave interaktive, si mund të mësohet shqipja me anën e lojrave? Po, domethënë, neve kemi bërë në mënyra të ndryshme lojrat, sa më interaktive sidomos më moshën tonë, nuk e kemi nuk e kemi shumë qejf të hapim libra, të shikojmë gjëra shumë ndryshme, informacione kudo. Lojrat janë
të thjeshta që ti të mësohesh, ke një quiz, ke match the words, ke një fjalë në anglisht, ke edhe fjalën përkatëse në shqip, po janë 8 fjalë në anglisht, 8 fjalë në shqip. E ti duhet të gjesh cila shkon me tjetrën. Po, në këtë mënyrë madje mëson edhe 2 gjuhë paralelisht. Po. Çfarë është harta e dialekteve dhe si përdorin nxënësit ata? Harta e dialekteve është një paraqitje e 2 dialekteve toskërisht dhe greqërisht që ndahen nga lumi i shkumbin. Edhe janë edhe qytetet kryesore të vendosura në hartë, edhe nëse e shtyp një dialekt tek harta, ti e pak fare informacion për secilin dialekt, po më shumë është ndërtuar kjo që të shikosh në cilin qytet, nëse pyet vlerën ku ti iki, ta thot vlera X qytet, ti mund ta shikosh në harta që të mësosh atë dialekt për vendin ku do të shkosh. Ju e përmendet që keni shtuar edhe seksionin e gojdhënave shqiptare. Çfarë rëndësie mendoni se ka kjo? Po, tani çfarë mund të jetë më mirë duke mësuar gjuhën sa të mësosh me anë të gojdhenave, sepse ne dimë që gjithë kultura jonë është e mbledhur tek gojdhenat. Atje është gjithë historia jonë dhe mendja jonë. Dhe duke mësuar gjuhën me anë të gojdhenave, ti e mëson atë lloj gjuhë dhe është diçka shumë e mirë. Në të njëjtën kohë mëson dhe gjuhën dhe kulturën e një populli. E keni testuar me nxënës të tjerë platformën, si e kanë pritur ata? Neve nuk kemi testuar vetëm me nxënës, e kemi testuar me shumë mësues të ndryshëm. Kemi parë në moshën tonë dhe në mosha pak më të mëdha si ju duket kjo faqe dhe ne kemi marrë opinione më se pozitive se është një projekt që vërtet ndihmon për ta mësuar gjuhën tonë. Faqja është akoma aktive apo jo? Po, është akoma aktive dhe në fakt kemi në plan ta bëjmë free për të gjithë, se në këtë momente duhet të japësh një challenge për AI-n, sepse është me pagesë AI, po gjatë kohës kishim prezantimin që e prezantuam në Tiranë, e kishim të hapur vetëm për jurinë, por kemi në plan që të përdorim një AI falas që ta përdorin që të gjithë. Po, sepse dhe ne që ndoshta kemi pak interes ta shikojmë dhe kështu duam të ta eksplorojmë këtë faqe. Po. Si u ndjet kur e prezantuat për herë të parë projektin tuaj para të tjerëve? Tmerr. Shumë e frikshme. Nuk e dinim se si do e prisnin të tjerët, se po kemi marrë informacion, opinione nga të tjerët, po nuk e dinim si do e prisnin juria ose të tjerët që ishin në atë sallë, edhe vërtet ishte shumë e frikshme. Por me pak inkurajim nga prezantuesja që kishim, nga juria që na thanë më përpara, nga organizatori i eventit, ja dolëm. Pak zemër ju duaj. Po, vërtet. Pak që duhem, pak. Është gjithmonë vetëm ajo pak motivim, pak mbështetje dhe mund të arrijnë diçka shumë të madhe. Po. Po punën midis jush si e ndat, kush u mor me çfarë, nëse mund të na thoni diçka më shumë. Po, atëherë, unë mora me pjesën e kodimit, por unë nuk jam fare mirë në dizajn. Nuk jam fare kreativ për dizajn. Po. U mor Johana me dizajnin, Arbri u mor me pjesën e inteligjencës artificiale. Edhe kemi Enzon i cili u mor për të gjetur informacione të ndryshme për rregullat që janë tek faqja. Çfarë do dëshironit që ju të shtonit ose të përmirësonin më tepër në këtë projekt tuaj? Unë mendoj se shtimi sa më shumë informacione ndryshëm që ka, sepse ka shumë që janë, po nuk do ai zgjedhin dot asnjë që të kemi të tëra informacione çka për gjuhën shqipe, ne dua ta maksimizojmë këtë. Po. Çfarë mesazhi do t'i dërgoni të rinjve të apasionuar pas teknologjisë kudo në botë, dhe këtë e dua diçka nga të gjithë, jo vetëm të ma thonë vetëm një. Asnjëherë mos daloni, sepse çfarë do qoftë ndodh, diçka do dalë. Sa do qoftë e keqe, po do marrësh eksperiencë, edhe do ta përpiqesh në të ardhmen me këtë eksperiencë që ke marrë, do marrësh informacione të reja, si të ndërtosh, si të bësh, po asnjëherë don't give up, që është në anglisht. Po. Just do it, thot dhe Nike. Pak a shumë është e njëjta gjë, mos hiqni dorë asnjëherë. Në qoftë se përpiqeni, gjithmonë do t'ja dilni. Nuk dua që të bie në përsëritje me të njëjtën këshill, por një këshill që të gjithë koduesit ndoshta e dinë, nëse kodi juaj punon, mos e ndryshoni më. Kjo është shumë interesante. Shokët pak a shumë e përmblodhën, nuk kanë çfarë të shtoj, patjetër eksperjenca që do fitosh dhe kënaqësia që do kalosh me shokët është shumë e madhe, kështu që pse mos e provosh, nuk të ndalon asgjë. Ju falenderojmë shumë të katërve, ishte një kënaqësi që të ishim bashkë sot dhe ju urojmë shumë suksese. Faleminderit edhe për ne. Miq, do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me rubrikën e radhës. Na ndiqni.
Pasi kemi hedhur një sy mbi të tashmen dhe kemi folur me disa të rinj për projektin e tyre, është koha tashmë të hedhim syt në të kaluarën dhe pikërisht sjellim për ju rubrikën Pak Histori. Dhe sot do të flasim për bioteknologjinë. Bioteknologjia nuk është thjesht një degë e shkencës. Ajo është një revolucion i vërtet që po rishkruan rregullat e jetës mbi tokë. Për të kuptuar në plotësinë e saj, duhet ta shohim atë si një ndërthurje komplekse ku biologjia molekulare, gjenetika, informatika dhe inxhinieria bëhen bashkë për të krijuar një epokë të re të njerëzimit. Arkitektura e jetës quhet kështu inxhinieria e gjenetikës dhe ADN-ja. Çdo qelizë e gjallë udhëhiqen nga një program i quajtur ADN. Bioteknologjia moderne ka arritur që jo vetëm ta lexoj këtë kod, pra këtë sekuencim, por edhe ta shkruaj ose ta reduktoj atë. Teknologjia e ADN-s rekombinante, kjo është teknika që lejon shkencëtarët të marrin gjenin e dëshiruar nga një specie, për shembull gjenin e ndriçimit nga një kandil deti, dhe ta fusin atë në një tjetër, për shembull në një bakter. Kjo nuk bëhet për lojë në fakt, por për të prodhuar proteina specifike në masa industriale, siç është faktori i pikës së gjakut për hemofilikët. Është shumë interesante si fakt që ta mendosh që biologjia ose jeta e gjallë mund të përfshihet dhe në teknologji. Ta mendosh që teknologjia dhe biologjia tani në këto vitet e fundit më tepër janë të lidhura kaq ngushtë me njëra tjetrën dhe po e ndihmojnë njëra tjetrën që të përparojë sa vjen më shumë. Dhe imagjino që në të ardhmen mund të kemi nga kjo ndërthurje që po bëhen, sepse sa vjen dhe po evolon akoma më shumë, të kemi disa gjallësa që nuk janë në formën e njeriut, po janë në formën e robotëve, por që kanë në përbërjen e tyre dhe qeliza të gjalla. Po. Kjo mbetet për të parë si gjithmonë. Normale. CRISPR-Cas9, revolucioni i redaktimit, si quhet ndryshe, është që nëse metodat e vjetra ishin pra si një përdoreshin si një çekiç për të ndryshuar gjenet, CRISPR është si një lazer kirurgjikal. Ai lejon fshirjen e sekuencave të dëmshme gjenetike me saktësi atomike. Kjo ka hapur rrugën për kurimin e sëmundjeve si anemia falciforme dhe distrofit muskulare. Por mjekësia e gjeneratës së re, ose siç quhet ndryshe bioteknologjia e kuqe, është tashmë sektori ku bioteknologjia ka impaktin më të drejtë për drejtë me jetëgjatësinë njerëzore, duke përfshirë këtu terapinë gjenetike, si për shembull ndryshe nga ilaçet tradicionale që shërbejnë për të trajtuar simptomat, terapia gjenetike synon shkakun për të cilin ndodhin ato problematika. Dhe gjithmonë në pjesën e mjekësisë dhe në pjesën e sëmundjeve duhet gjetur shkaku nga vjen. Ajo fut gjenet funksionale direkt në qelizat e pacientit për të zvendësuar ato defektive. Dhe diçka interesante këtu në lidhje me këtë pjesën e terapisë gjenetike është diçka e ngjashme dhe qelizat staminale. Po. Që merren që në lindje të placentës së fëmijës dhe ruhen për një kohë shumë të gjatë dhe ato ndihmojnë më pas dhe kurojnë shumë sëmundje të ndryshme dhe janë, si të thuash, ai ilaçi perfekt. Kura perfekte që mund të gjendet dhe kjo bëhet normale që do dhe pak teknologji në mënyrën se si merren ato, se si ruhen, sepse nuk duhet i marrësh gjithmonë vetëm në minutat e para. Jo mandej, dhe madje kam lexuar diçka që dhe dhëmbët që dalin më vonë, pra dhëmbët e pjekurisë, kanë qeliza staminale dhe ato. Kjo është shumë interesante në fakt për ta dëgjuar. Dhe përveç këtyre vaksinat mëra që ne i përdorim që kur jemi të vegjël, pra evolucioni i fundit tregoi se ne mund t'i japim trupit udhëzime se si luftojmë një virus pa pasur nevojë të fusim pjesë të vërteta të virusit në trup. Kjo teknologji premton vaksina të shpejta dhe për kancerin apo për HIV-in, dhe më duket për HIV-in diçka ka dalë. Mos gaboj. Vazhdimisht bëhen kërkime për vaksinat e ndryshme, po, dhe madje dhe më duket Kina kohëve të fundit ka nxjerrë dhe një vaksinë që bëhet në nëna për që fëmia mos lind me sindromën Down. Domethënë një parandalim për sindromën Down. Gjithmonë njerëzit janë edhe shumë skeptik për këto vaksinime. Për sa i përket, po. Siç ishim skeptik dhe për kohën e Covidit, nëse duhet ta bënim apo jo. Po. Mendoj se ky skepticizëm është e vështirë që të zhduket ndonjëherë plotësisht, ose e pamundur për të zhdukur ndonjëherë plotësisht nga të gjithë njerëzit, por që
ta mendoj se shkenca po përparon kaq shumë sa po përdoren metoda të reja për prodhimin e vaksinave, siç ishte kjo që vaksinat tradicionale që ne njohim kanë për funksion injektimin e një sasie të vogël të virusit të dobësuar në mënyrë që trupi të fitojë ato qeliza antiviruse që antitrupa që ta luftojnë këtë virus. Dhe është shumë interesante se si këto vaksina të reja, mRNA, e luftojnë virusin, gjenden mënyra për ta luftuar virusin pa qenë njëherë pa qenë në trupin e njeriut, pa qenë aktiv virusi konkret për të cilin duhet edhe të luftohet, duhen antitrupat, por gjithmonë që ne themi gjithmonë që ngelet për tu parë dhe pjesa e vaksinave dhe kështu, por që ka ndihmuar shumë jashtëmase dhe teknologjia në këtë pjesë. Po. Gjithashtu përmes bioteknologjisë ne mund të analizojmë se si mëlçia e një individi specifik i proceson ilaçet, duke përshtatur kështu kurrën që të jenë 100% efektive dhe me zero efekte anësore, që kjo vërtet është një lajm i mirë dhe shumë i nevojshëm. Sepse unë mbaj mend që mësuesi i biologjisë në gjimnaz më thoshte gjithmonë që mëlçia është polici i trafikut, ja kishte vënë emrin ai, sepse mëlçia është pjesa që flirton, domethënë filtron të gjitha gjërat që hyn trupin dhe është shumë e nevojshme si organ. Absolutisht. Por gjithashtu një pjesë e bioteknologjisë është edhe siguria ushqimore dhe bujqësia. Me rritjen e popullsisë botërore, pra metodat tradicionale të bujqësisë nuk janë më të mjaftueshme dhe këtë e kemi vënë re dhe kohëve të fundit. Dhe madje organizmat e modifikuar gjenetikisht, pra OMG që quhen ndryshe, përtej polemikave kanë shpëtuar miliona njerëz nga uria. Pra, bimët krijohen të jetë rezistente ndaj parazitëve duke ulur nevojën për pesticide helmuese. Dhe madje diçka kishte dalë që dhe luleshtrydhet kohëve të fundit kishin dalë me pesticide dhe nuk duhet të konsumoheshin. Dhe kjo është një shqetësim sepse ne nuk e dimë çfarë po ham. E vërtet, po, kjo është një nga shqetësimet më të mëdha në ditët e sotme. Por duke qëndruar këtu pikërisht tek ushqimi, ka filluar që të kultivohet mishi në laborator. Një nga zhvillimet më të reja është prodhimi i mishit nga qelizat staminale të kafshëve, pa patur nevojë për thertore. Kjo redukton masivisht emetimet e gazrave serë dhe kursen edhe ujin. Unë madje kam dëgjuar që me anë të teknologjisë, po domethënë përveç mishit të kultivuar në laborator dhe kështu, po krijohet mishi që nuk merret nga kafshët. Po krijohet një lloj mishi që asnjë ne nuk e di. Artificial, po siç mund ta quajmë ndryshe, dhe nuk e di se sa i sigurt mund të jetë, me thënë të drejtën. Po, por që në fakt në ditët e sotme as tek mishi natyral nuk e gjen dot atë sigurinë, kështu që biopesticidet, pra përdorimi i kërpudhave ose bakteret natyrore për të mbrojtur të mbjella, duke zvendësuar kimikate që ndëmtojnë shëndetin e njeriut dhe tokën, po bëhen pjesë e bioteknologjisë dhe këto. Dhe kjo gjithashtu është shumë e rëndësishme sepse ne dimë efektin anësor, efektet e këqija negative që kimikatet ose kancerogjenet mund të kenë dhe kanë në trupin e njeriut. Por gjithashtu një fushë tjetër është tek industria dhe mjedisi, kjo quhet bioteknologjia e bardhë dhe e hirt. Dy anët e medaljes. Po. Kjo fushë synon që ta bëjë industrinë të gjelbër, pra të pastrojë dëmet që ne i kemi sjell botës dhe mjedisit deri më sot. Këtu mund të ndalemi tek biociklizimi i mbetjeve, tek përdorimi i enzimave të fuqishme që mund ta shpërbëjnë plastikën brenda pak ditësh, proces që në natyrë do të zgjaste 400 vjet. Dhe mu mendoj se mund të zgjaste akoma dhe më shumë se 400 vjet me këtë plastik që po prodhohet dhe gjithçka që ne kemi bërë hapësirave të gjelbra kohëve të fundit është diçka që nuk e di ku po. Më duket sikur brezat që po vinë nuk po ju lëm asgjë. Nuk po ju lëm që të shijojnë natyrën, që ka krijuar, që është krijuar në botë, dhe po ja u marrim, po ja u vjedhim atë kënaqësi dhe do t'ju lëm vetëm ca ndërtesa, ca beton, ca kulla, ca nuk e di çfarë. Dhe ne tani që jemi, imagjino pa kaluar deri në brezin tjetër dhe ne nuk e kemi atë kënaqësinë në kulmin e tij atje ku duhet. Po, shumë ky fakt.
Por nuk kemi çfarë bëjmë se janë disa gjëra që ne nuk I kemi në dorë. Ne secili mund të bëjmë atë pjesën tonë të vogël, por që gjëra shumë madhore nuk I kemi ne pikërisht në dorë. Një tjetër element janë biokarburantet, pra dhe prodhimi I energjisë nga algat ose mbetjet organike. Algat janë veçanërisht efikase sepse thisin në dioksidin e karbonit gjatë rritjes dhe nuk konkurrojnë me tokat bujqësore për ushqim. Gjithashtu, biominerat ku kanë përdorimin e baktereve për të nxjerrë metale të çmuara si për shembull ari ose bakri nga gurët, duke shmandur kështu përdorimin e cianidit dhe të metodave shkatëruese për mjedisin. Shumë metodë interesante kjo, unë duhet ta praktikojmë të nxjerrim ndonjë flori. Një tjetër aspekt është dhe bioteknologjia detare, pra bioteknologjia blu, siç quhet ndryshe. Oqeanet mbulojnë 70% të planetit dhe janë një minjer ari e pashfrytzuar dhe madje 2/3 e ujrave të botës nuk është zbuluar ende. Dhe shkencëtarët po studiojnë organizmat që jetojnë në kushte ekstreme, pa presion I lartë, errësinë dhe kësësi vulkanike, për të nxitur enzimat që mund të prodhojnë në kozmetik, mjekësi, pra antibiotik të rinj dhe në industrinë ushqimore. Një tjetër anë është bioinformatika, ku bioteknologjia takon big data, datët e mëdha. Për shkak se të dhënat gjenetike janë masive, bioteknologjia mbështetet tek superkompjuterët. Bioinformatika përdor algoritme të avancuara dhe inteligjencën artificiale për të stimuluar se si një ilaç I ri do të ndërveprojë me trupin e njeriut përpara se ai të testohet tek njerëzit, duke kursyer kështu vite kërkimesh dhe miliarda dollar. Dhe kjo është diçka shumë interesante përveç faktin se edhe nuk shfrytëzohen më kafshët, se një kohë shfrytëzoheshin kafshët për të kryer këto testime dhe eksperimente dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Po, e vërtet. Por kemi dhe sfidat etike dhe çfarë do të sjellë ardhmja, si çdo gjë tjetër që krijohet, sepse ka dhe sfida, ka dhe anë negative, por është dhe një ardhmë që ku do na çojë. Fuqia e madhe pra sjell një përgjegjësi të madhe, këtë e themi gjithmonë, dhe pyetjet që sot mundojnë filozofët dhe shkencëtarët janë: bebit e dizenjuara, pra, a duhet u lejohet prindërve të zgjedhin ngjyrën e syve apo inteligjencën e fëmijës? Dhe madje kohëve të fundit, po bëja një debat në një bisedë që për pjesën e fëmijëve që njerëzit tashmë e kanë në dorë vetë që mund të zgjidhin gjininë e bebit të tyre pa lindur akoma, nëse e duan vajzë apo nëse e duan djalë. Domethënë në disa klinika shkon që paguan dhe merr shërbimin që ndalon për shembull kromozomet Y të shkojnë deri tek organi ku bëhet procesi dhe në mënyrë që fëmia të lind vajzë, nëse duan vajzë. Ka qenë më përpara para vitesh diçka e quajtur projekti I gjenomës humane, e cila bënte që në fillim të jetës që pa lindur të skanohej gjithë kodi gjenetik I personit që do të lindte, për të cilin ti I merri të gjitha të dhënat. Mund t'i merri të dhëna për sëmundjet që do të mund t'i zhvilloheshin më tepër në jetë, për çdo gjë që bënte pjesë të kodit gjenetik, dhe kjo ngriti shumë pyetje morale dhe etike, duke qenë se nga një anë, nëse ti e kupton që do të jesh I prirur ndaj një sëmundjeje, mund ta parandalosh. Por nga ana tjetër, edhe shumë njerëz ishin skeptik ose më tepër kundër kësaj, sepse ka shumë njerëz që nuk duan që ta dinë. Që të jetojnë gjithë jetën me atë frikën se në një pjesë të jetës time, në një çast të jetës time do më ndodh kjo gjë. Po, dhe do njerëz dhe mendojnë dhe këtë që nuk ka për të ndodhur, po thjesht fakti që unë e di që mund të ndodhë dhe duket sikur ju ndodh më shumë pikërisht për të arsye që e din. Po, e jeton gjithë jetën në hang. Nuk arrin dot ta shijosh sepse jem në pritje, je gjithkohë do më vinë sot, do më vinë nesër, do më vinë për 3 vjet, për 10 vjet, po. Por që unë mendoj që edhe nga një anë është diçka pozitive për faktin që mund ta parandalosh që mos ti jesh I prirur ose mos të zera ajo sëmundje, por tani sëmundjet nuk është se I kemi dhe në dorë shumë, kështu që. Po, pikërisht. Një pyetje tjetër është se si ta parandalojmë krijimin e armëve biologjike në laborator privat. Pra kjo lidhet më tepër me biosigurinë. Po.
Kemi dhe gjithashtu një pyetje tjetër që ka të bëjë pra me monopolet ushqimore, që a është e drejtë që disa kompani t'i zotërojnë në patentat e farave që ushqejnë botën. Dhe kjo ngelet në diçka prap skeptike, sepse në qoftë se i ka për shembull disa kompani në dorë për të na ushqyer ne, atëherë ajo kompania mund të zgjohet nesër dhe të thotë që unë nuk dua më, kaq deri këtu ishte dhe ne ngelemi fangër. Si përfundim, bioteknologjia po na kalon ne nga një fazë ku vëzhgonim natyrën në një fazë ku tani jemi ne bashkëkrijues të saj. Ajo mbetet shpresa jonë më e madhe për të mposhtur kështu kancerin ose urin globale dhe për të riparuar mjedisin e dëmtuar. Por, suksesi i saj varet plotësisht nga mënyra se si ne do t'i vendosim kufit moral dhe ligjor. Po, dhe shumë e rëndësishme që dhe pyetje dhe polemikat të zgjidhen për të vendosur bazën më pas për të ardhmen. E vërtet. Dhe kjo ishte çka kishim përgatitur për ju në rubrikën Pak Histori. Shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi me rubrikën Personazhe të njohur. Jemi rikthyer përsëri në studio dhe pasi kemi folur për pak histori teknologjike, në këtë rast për bioteknologjinë, le ta kthejmë pak vështrimin tek personazhet të cilët e kanë strukturuar pikërisht këtë histori. Në historinë e teknologjisë ka disa figura që e kanë ndryshuar mënyrën se si njerëzit komunikojnë dhe lidhen me njëri tjetrin, dhe një nga këta pioner është pikërisht Guglielmo Marconi, një shpikës italian që konsiderohet si një nga themeluesit e komunikimit wireless. Po, të cilin ne kemi sot e kësa ditë dhe shqyqyr zotit, në falë zotit që e kemi dhe falë Guglielmo, po. Para shpikjeve të tij, komunikimi në distanca të mëdha ishte shumë i kufizuar, siç e dimë të gjithë. Mesazhet duhet të dërgoheshin me tela telegrafik ose me posta, gjë që kërkonte shumë kohë dhe infrastrukturë të madhe. Dhe pikërisht Marconi arriti të tregojë se sinjalet mund të transmetoheshin në ajër pa pasur nevojë për tela. Ky zbulim hapi rrugën për teknologjinë që sot ne e konsiderojmë të zakonshme, pra si radio, televizioni, komunikimi satelitor dhe rrjetet wireless. Pra, dhe gjithashtu ne do të flasim dhe pak më shumë për jetën e tij, eksperimentet, sfida dhe ndikimin që ai pasi në botën moderne. Dhe këtu më kujtohet edhe diçka tjetër me këtë komunikimin pa tela, më kujtohen, nuk e di sa e vërtetë është ata pëllumbat që çonin mesazhe që ja u lidhnin këtu dhe shkonin. Dhe ishte një formë komunikimit pa telë. Marconi lindi më 25 prill 1874 në Bologna të Italisë. Ai ishte djali i një familje të pasur, ku babai i tij ishte një pronar tokash italian, ndërsa nëna e tij ishte nga Irlanda dhe kishte interes për kulturën dhe për shkencën. Pikërisht nëna e tij e mbështeti më shumë interesin e Marconit për studime dhe për eksperimente të tjera shkencore. Ndryshe nga shumë shkencëtar të tjerë, Marconi nuk ndoqi një universitet tradicional. Ai studioi me tutor privat dhe kaloi shumë kohë duke lexuar për fizikën dhe për elektricitetin. Një nga frymëzimet më të mëdha për të ishte puna e fizikantit gjerman Heinrich Hertz. Dhe nuk po bën shumë përshtypje ky fakti që nuk ka studiuar në universitete tradicionale, duke qenë sepse ishte nga një familje pasur dhe normale që do kishte mësuesit e tij privat, të cilët do ta mësonin, sepse në atë kohë mendoj që të gjitha familjet e pasura nuk i çonin fëmijët në shkollë dhe nuk e di pse. Por ja që ndodhi të bëj një fizikan dhe matematicien shumë i famshëm. Dhe pikërisht kur gjatë punës së tij pra me fizikantin gjerman Hertz, Hertzi kishte provuar ekzistencën e valëve elektromagnetike, pra një formë energjie që mund të udhëtonte nëpër hapësirë. Dhe ky zbulim ishte thelbësor sepse tregonte që energjia mund të hapej në ajër pa tela. Dhe pikërisht Marconi filloi të pyes veten, nëse këto valë ekzistojnë, a mund të përdoren këto për të dërguar mesazhe, dhe kjo ide do të ishte baza e gjithë punës së tij. Kështu, rreth viteve 1894-1895, Marconi filloi që të kryente eksperimente në shtëpinë e familjes së tij në Itali. Ai përdori disa pajisje relativisht të thjeshta, si për shembull një transmetues elektrik, një antenë, një marrës sinjali, dhe qëllimi i tij ishte që të dërgonte sinjale duke përdorur kodin Morse, një sistem komunikimi i krijuar nga vetë Samuel Morse.
Në fillim, sinjalet mund të transmetoheshin në vetëm disa metra distancë, por Marconi vazhdoi që të përmirësonte pajisjet dhe të eksperimentonte me antena më të larta dhe më të fuqishme. Gradualisht, ai arriti që të dërgojë sinjale edhe në distanca shumë më të mëdha. Një moment i rëndësishëm ndodhi kur ai arriti që të transmetonte sinjale përtej një kodre, duke treguar se valët radio nuk udhëtonin vetëm në vit të drejtë. Ky ishte një hap shumë i madh për zhvillimin e radios, të cilën ne kemi dhe sot kësaj dite, dhe komunikimi është bërë shumë më i thjeshtë. Është normale që pajisjet kanë evoluar, pasi ai që përdori disa pajisje të thjeshta dhe ishte në distanca të shkurtra, më pas pajisje pak më të avancuara në distanca më të mëdha, dhe sot kemi pajisje që bëjnë të mundur komunikimin në të gjithë botën. Transferimi i tij në Angli dhe zhvillimi i kësaj shpike që krijoi Marconi. Në Itali, Marconi nuk mori shumë mbështetje për projektin e tij. Dhe për këtë arsye ai vendosi të udhëtojë në Londër në vitin 1896. Në Britani, ai arriti të patentojë shpikjen e tij për telegrafin patela. Kjo ishte një nga patentat e para për teknologjinë e radios. Pak vite më vonë, ai themeloi kompaninë Marconi Wireless Telegraph Company. Kjo kompani u bë një nga kompanitë më të rëndësishme të komunikimit të fillimit të shekullit të 20 dhe teknologjia e Marconit filloi të përdorej sidomos në anije, sepse lejonin komunikimin në det pa pasur nevojë për kablo. Dhe kjo ishte shumë e rëndësishme për sigurinë detare dhe koordinimin e lundrimeve, sepse në kohët më përpara anijet niseshin, por nuk dihet kur do të ktheheshin. Dhe madje diçka interesante është këtu një fun fact që quhet që tatuazhet duhet të jenë gjithmonë tek. Dhe un kam pyetur për arsyen sepse duhet të jenë gjithmonë tek, dhe ishte kjo që piratët niseshin dhe në vendin nisesh bënin një tatuazh që po niseshin. Gjatë udhëtimit të tyre dhe kështu bënin një tjetër që bënte dy, domethënë në vendin ku do të shkonin në destinacion, bënin kur shkonin, edhe do të bënin të dytin, dhe kur ktheheshin, nëse ktheheshin do bënin të tretin, dhe prandaj ishte tek, pra si augur për të sjell që un jam kthyer, domethënë për të dhënë një sinjal që un jam kthyer, kam erdhur, jam mirë. Dhe imagjino domethënë që mos kish asnjë komunikim dhe ti jesh në det të hapur dhe mos dish asgjë për jetën e tjetrit, çfarë po ndodh. Dhe domethënë ka sjell shumë revolucion. Nuk e di ku e kishte dëgjuar këtë fakt. E kam dëgjuar sepse jam shumë e apasionuar pas tatuazheve dhe kam pyetur, jam interesuar. Një nga arritjet më të mëdha në karrierën e Marconit ndodhi në vitin 1901. Ai arriti që të realizojë transmetimin e parë në radio përtej Oqeanit Atlantik. Sinjali u dërgua nga stacioni radio në Angli dhe u mor në qytetin e St. John's. Mesazhi ishte shumë i thjeshtë. Sinjali i shkoi një S në kodin Morse. Megjithatë, ky eksperiment ishte revolucionar sepse promovoi se komunikimi radio mund të funksiononte edhe në distanca shumë të mëdha. Ky zbulim ndryshoi përfundimisht mënyrën se si njerëzit komunikonin në nivel global. Po, dhe madje roli i radios ka pasur dhe ndikim në shpëtimin e jetëve të njerëzve. Teknologjia e Marconit pra nuk ishte e rëndësishme thjesht për komunikimin, por dhe për sigurimin dhe shpëtimin e jetëve të njerëzve. Një shembull i famshëm është katastrofa e sinking of the RMS Titanic në vitin 1912, pra të cilën e njohim të gjithë anijen e famshme, e cila u përmbyt. Kur anija u përplas me një iceberg dhe filloi të fundosej, operatorët e radios dërguan sinjale SOS për ndihmë. Fal komunikimit radio, disa anije të tjera arritën të merrnin pra mesazhin dhe të ndihmonin në shpëtimin e të mbijetuarve, dhe ky incident tregoi i qartë se sa i rëndësishëm ishte teknologjia e radios për transportin detar, sepse nga katastrofa që ndodhi ka dhe të mbijetuar, që të cilët kanë treguar dhe historinë e tyre në ndër vite, dhe ka shumë dokumentar të ndryshëm, dhe imagjino nëse nuk do ishte as radioja dhe këta jetë njerëzish nuk do ishin shpëtuar asnjëherë. Mbaj mend në fakt, kjo është pak e errët, por pra disa vitesh kur shkuan përsëri disa njerëz me nëndetse që do shkonin të shikonin Titanicun dhe shpërtheu nëndetësja, dilnin më vonë disa
meme për të qeshur që po mirë, këta që shkuan, po këta nuk e kishin parë filmin e Titanicut që shkuan përsëri. As tu nuk e kam parë filmin e Titanicut, domethënë dhe unë nuk duhet të shkoj. Marconi kishte marrë kështu dhe çmim Nobel dhe njohje ndërkombëtare. Për kontributet e tij të jashtëzakonshme, Marconi mori shumë çmime dhe vlerësime. Në vitin 1909, ai fitoi çmimin Nobel në fizikë së bashku me fizikanin gjerman Braun. Ky çmim u dha për zhvillimin dhe për përmirësimin e telegrafisë pa tela. Ky ishte një moment shumë i rëndësishëm në historinë e shkencës dhe e vendosi Marconin mes shkencëtarëve më të rëndësishëm të botës. Por gjatë viteve të fundit të jetës së tij, Marconi vazhdoi të punonte në projekte të reja që lidheshin në komunikimin me radio. Ai ishte i interesuar për përmirësimin e transmetimeve dhe për përdorimin e radios në fusha të ndryshme si komunikimi ndërkombëtar, navigimin dhe transmetimet publike. Marconi vdiq në 20 korrik në vitin 1937 në Rom. Në momentin e vdekjes së tij, shumë stacione radio në të gjithë botën ndaluan transmetimin për disa minuta në shenjë respekti për njeriu që kishte bërë të mundur ekzistencën e tyre. Dhe këtë e kemi vënë re në shumë shpikje dhe në shumë personazhe të njohur, se dhe në shpikjen e energjisë elektrike u fikën dritat në nder të Edisonit që kishte sjell energji në botë. Kontributi i Marconit është jashtëzakonisht i madh për teknologjinë moderne. Shpikjet dhe eksperimentet e tij krijuan bazën për shumë teknologji që ne përdorim sot, si për shembull radion, televizionin, komunikimin celular, komunikimin satelitor, rrjete wireless dhe Wi-Fi. Në një farë mënyrë, çdo pajisje që përdor valë elektromagnetike për komunikim është pjesë e trashëgimisë së tij. Pa punën e Marconit, bota e komunikimit modern do dukej në të vërtetë shumë ndryshe. Dhe në fakt është e vërtetë që do dukej shumë ndryshme, sepse ne tani nuk e imagjinojmë dot të rrim pa wireless, pa Wi-Fi, pa internet. Dhe imagjinoj që nëse Marconi nuk do të ishte, këto nuk do i kishin ndoshta. Dhe prandaj kanë ndryshuar tërësisht botën. Pra, historia e tij është një shembull i fuqishëm i kuriozitetit shkencor dhe këmbënguljes. Ai filloi me eksperimente të thjeshta në shtëpinë e tij dhe përfundoi duke krijuar një teknologji që ndryshoi botën. Pra, fal radios dhe komunikimit pa tela, njerëzit sot mund të lidhen menjëherë me njëri tjetrin, pavarësisht distancës se ku janë. Dhe kjo është arsyeja pse Marconi mbetet një nga figurat më të rëndësishme në historinë e teknologjisë dhe komunikimit. Dhe kontributi i të cilit do të njihet gjithmonë. Po, absolutisht po. Dhe është momenti që të kalojmë pak në rubrikën humoristike të podcastit tonë, që janë kuriozitete teknologjike dhe që ne të dyjave na pëlqen shumë kjo rubrikë. A e dinit se interneti mund të shtrihet në një ditë në të gjithë sistemin diellor? Shkencëtarët po punojnë për një rrjet komunikimi për hapësirën i quajtur interneti ndërplanetar, në të cilin ky projekt po zhvillohet nga NASA për të lidhur satelitët dhe anijet hapësinore dhe kolonitë e ardhshme në Mars. Dhe imagjino nëse ne do të jetonim ndonjëherë në Mars, internetin ta gjenim gati. Ne nuk shkojmë pa u vendosur njëherë interneti, pa u lidhur kablot. Po, ne një javë, një ditë, një orë mund të rrim edhe themi aman, si do ja bëj. A e dini se truri njeriu mund të lidhet drejt për drejt me kompjuterin? Teknologjitë e quajtura Brain Computer Interface lejojnë që truri të komunikojë direkt me një kompjuter. Në një nga projektet më të famshme, zhvillohet nga kompania Neuralink e themeluar nga Elon Musk, kjo mund të ndihmojë njerëzit e paralizuar, pra që të kontrollojnë pajisje vetëm me mendime. Pa pasur nevoja për diçka fizike apo për të shtypur një buton apo jo, thjesht i thua asaj karikës për shembull me rrota që lëviz me mendje dhe ajo thjesht lëvizën. Sa lehtësi do të ishte për të gjithë ata njerëzit që janë me nevoja të veçanta. Po, shumë e vërtetë kjo. Ekziston një virus kompjuteri që shkaktoi dëme edhe në botën reale, që duket pak e pabesueshme. Virusi Stuxnet u zbulua në vitin 2010 dhe ishte krijuar për të sabotuar pajisje industriale. Ai konsiderohet një nga armët e para kibernetike në histori. Sepse nëpërmjet tij kërcënoheshin shumë jetë njerëzish për ata që punonin në industri, po.
Interneti u testua për herë të parë në vetëm mes dy kompjuterëve. Në vitin 1969, rrjeti ARPANET lidhet me 4 universitete në SBA. Në fillim kishte vetëm 2 kompjuter që komunikonin mes tyre, pra diçka që sot duket e pabesueshme duke e parë madhësinë e internetit, por ne folëm dhe për Marconin që kishte bërë të mundur komunikimin pa tela. Po. Dhe ja që është e mundur dhe kjo. Dhe duke qëndruar kështu tek interneti, a dieti Vasiana që një asteroid ka Wi-Fi? Jo. Satelitet dhe sondat hapësinore përdorin sisteme komunikimi që funksionojnë si rrjetet wireless në hapësirë. Agjencisë si NASA përdorin teknologji që ngjan me Wi-Fi për të dërguar të dhëna nga robotët dhe sondat në hapësirë. Dhe në fakt duhet të kenë, sepse nga i marrim ne të gjitha ato të dhëna çfarë po ndodh me planetet e tjera dhe me hapësirën jashtë planetit të tokë. Siç e thashëm për planetet e tjera, po presim të shtrohet kabli Po. tek të gjitha. Dhe madje dhe kohëve të fundit na kanë erdhur dhe foto nga Artemis 2 i cili është lançuar Po. drejt hënës. Po. Që janë disa pamje vërtet mahnitës. Edhe në qoftë se nuk do kishim të mundur këtë teknologji që kemi sot, nuk do i kishim, Po. mendoj ato pamje. A e diti se ka ekrane që mund të bëhen të padukshme? Domethënë ti ekranin e shikon, po që mund të bëhet i padukshëm ai ekran. Teknologjitë eksperimentale të bazuara në materiale të quajtur metamateriale mund të devijojnë dritën dhe të krijojnë pra kështu efektin e padukshmërisë dhe ekrani mund të duket i padukshëm. Një fakt tjetër është se fytyra jote dhe timja Dhe i të gjithëve ne. mund të gjetet në internet brenda sekondave. Teknologjitë e njohjes së fytyrës mund të krahasojnë një foto me miliona imazhe në databaza shumë të mëdha. Kjo teknologji përdoret nga kompani dhe organizata të ndryshme për identifikim dhe siguri. Dhe është shumë e frikshme kjo, përveç faktit se edhe ne vetja u kemi lejuar këtë mundësi kompanive dhe gjithçka, por problemi është që nuk na përdoren gjithmonë për atë sigurinë tonë, sesa edhe për të na prishur punë. Mua në fakt nuk më duket shumë e frikshme kjo, sepse kur mendoj që nuk jemi vetëm 2-3 veta, jemi të gjithë. Edhe sikur që na- ngushëllohesh kështu. ngushëllohem dhe nuk më intereson aq shumë në thonjza. Po, për shembull, si do ndihesh ti, në qoftë se fytyra jote përdorin në një bankë dhe personi kishte marrë një kredi me gjithë të dhënat e tua me fytyrën tënde dhe kështu dhe ty pa pritur të vjen fatura në fund. Për ta shlyer. Këtu Për shprehjen hallalin qoftë, në qoftë se e bën atë, do t'jetë munduar aq shumë vetëm për të marr lekë për të marrë lek, le ti mbaj, do t'i thoja. Algoritmet e rrjeteve sociale mund të manipulojnë emocionet. Platforma si Meta Platforms pra përdorin algoritme që zgjidhin se çfarë përmbajtje shohin përdoruesit. Studimet kanë treguar se ndryshimi i përmbajtjes në feed mund të ndikojë në humorin dhe emocionet e njerëzve dhe kjo shumë e vërtetë. Shumë e vërtetë sepse dhe mua më ndikojnë shumë dhe nuk e di sa jam ndikuar me luftën që po ndodh kohëve të fundit në lindjen e mesme, sepse vazhdimisht në platformën e TikTokut tim më dinin video të luftës dhe gjendja ime emocionale në ato ditë ishte depresioni im papa. Se mendoja se do na niste lufta dhe ne dhe kisha shumë frikë. Nuk e di, TikToku im është shumë i lumtur për një page im. Do doja shumë të kisha TikTokun të ndoj shkëmbim për një. Deepfake mund të krijojë video shumë realiste. Teknologjia e deepfake mund të krijojë video ku duket sikur një person po thot apo po bën diçka që në realitet nuk e ka bërë vërtet. Dhe ne kemi folur shumë shpesh për këtë, kemi përmendur dhe se si do arrijë një pikë që as policia nuk do t'i përdorin dot më videot ose audiot si prova. Nuk e di çfarë mund të përdorin më pas. Sepse tani ne kemi kamera dhe sigurohemi që për shembull është personi i cili ka bërë vjedhjen ose krimin, nuk ka rëndësi. Por si do sigurohemi më pas? Që janë të vërteta ato materiale nga kamerat. Nuk e di në qoftë se mund të ketë, nuk e di në qoftë se mund të ketë një program që mund t'i bëj të dallueshme nga inteligjenca artificiale apo cilat janë të vërteta, prapë dhe kjo ngelet në skeptike, sepse tani po bëhen aq reale sa as programet nuk i kapin dot. Dhe e di çfarë më vjen ndërmend këtu, më vjen ndërmend nuk e di pse, e di që është e palejuar, hipnoza. Që
që sepse edhe më përpara është përdorur si metodë që njerëzit të cilin kishin kryer krimet vendoseshin në hipnozë për të treguar të vërtetën. Dhe tashmë normale që është ndaluar sepse nuk mund të manipulosh mendjen e një njeriu për të nxjerrë atë çfarë do ti, por kam frikë se mund të kthehet prapë. Edhe kjo mbetet Për për të parë si gjithmonë. Ka inteligjencë artificiale që mund të parashikojnë krimen, pra ndoshta nuk do ndodhi hipnoza. Disa sisteme analizojnë të dhënat për të parashikuar zonat ku krimet mund të ndodhin. Dhe kjo ide quhet predictive policing, pra përdor algoritme për të analizuar sjelljet dhe statistikat. Ndoshta nuk më del teoria e hipnozës. Ndoshta shpresoj të mos të dalë. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Shpresojmë që të jeni kënaqur me ne, sepse dhe ne u kënaqëm shumë në këtë episod, dukshëm. Dhe shihemi në episodin e radhës. Deri javës tjetër, na ndiqni. Mirupafshim.